Moti me shi dhe erë të fortë që ka përfshirë pjesën më të madhe të vendit ka sjell jo pak probleme. Në Vlorë, tragedi i linjës me Brindisin po qëndron në det të hapur për të shmangur përplasjet me portin çka mund të shkaktojë dëme materiale. Ndërkohë, për shkak të erës me shpejtësi deri në 15 metër për sekondë, rëra e detit ka përfunduar në lungomare duke bllokuar sistemet kulluese në rrugë. Ndërsa në llogaraira e fortë gjatë natës ka shkaktuar rënien e disa pemëve, të cilat përpasoj kanë bllokuar rrugën dhe kanë lënë zonën pa energji elektrike. Në vendngjarje shkuan grupet e punës, të cilat po punojnë për pastrimin e rrugës, ndërsa ekipet e OSHE-s janë angazhuar për rikuperimin e furnizimit me energji. Po ashtu, kushtet e këqija të motit kanë bërë që një nga tragetet e planifikuar për të nisur mbrëmjen e dieshme nga Bari drejt Durrësit të anullojë lundrimin. Autoriteti portual njoftoi se një nga 2 tragetet e planifikuara për lundrim drejt Barit nuk arriti të niset. Në bashkinë Shkodër, nga ana tjetër, janë regjistruar reshe shiu me intensitet të lartë. Në fshatin Kamic në Malësi të Madhe, si pasojë e prurjeve nga proji i thatë, janë shkaktuar përmbytje. Si pasojë, nën prefekti Malësisë së Madhe, Hysen Hysaj ka kërkuar mbështetjen e Ministrisë së Mbrojtjes për ndërtimin e një ure bel, pasi fshati është totalisht i izoluar. Përsa i përket akseve rrugore, në segmentin Bok-Theth ka patur dëbor dhe në zonën e qafthores, ndaj dhe qarkullimi kërkon kujdes të shtuar. Në aksin Hani Hoti, dogana Vermosh ka pasur gjithashtu rënje inertesh, por grupet e punës janë në teren. Gjithashtu ka pasur edhe ndërprerje të energjisë elektrike në bashkitë Vau i Dejes dhe Fusharës, por ekipet e OSHE-s po punojnë për rikthimin e furnizimit.